Kur flitet për kopshte, qerdhe, pastrimin e qytetit, gjithë duhet i hapim syt të dëgjojmë me kujdes, janë shërbime parsorë. Edhe kur flitet se si taksat tona përdoren, sa transparente është bashkia e të tjera, duhet vëmendje. Ka një raport që u flet me shifra dhe me fakte për performancën e bashkive. Sistemi i matjes së performancës publikohet çdo vit dhe përfshin 61 bashki. Sistemi i matjes së performancës vlerëson shërbimet, mirëqeverisjen dhe menaxhimin financiar, duke matur 13 fusha prioritare dhe 52 tregues. Pse është i rëndësishëm të njihet si burimi i hapur informacioni? Raportet e matjes performancës janë gjithmonë një mekanizëm ku vetë bashkia ka mundësi të shikojë një pasqyrë për të kuptuar si është duke ushtruar funksionet e saj, kompetencat që janë ngarkuar, por më shumë rëndësi është patjetër për qytetarët, për grupet e interesit që të jenë të informuar, po të kenë edhe disa shifra ku të argumentojnë pse bashkia është duke punuar mirë apo ku ka problematika. Kushdo pastaj që dëshiron të edhe një këshilltar bashkiak, edhe një gazetar, edhe një aktor shoqërisë civile në vendor, i cili dëshiron të ngrej një problematikë caktuar, të përmirësojë punën e bashkisë, ka mundësi që të ketë shifrat e duhura për të bazuar, për të argumentuar kritikën apo edhe për të themi edhe rekomandimet e tij për përmirësimin e shërbimeve. Ky raport tregon se çfarë funksionon dhe ku duhet përmirësim në punën e bashkisë suaj, nga shërbimet parashkollore te investimet kapitale publike. Lexoni raportin.